gjoja më e rëndësishme në jetën tonë janë besimet e tona, bindjet e tona. Një diçka që mu vërtet më pëlqen, tepër shumë sidomos herën e kalume që e kena bën në retreat në Shqipëri, ka qenë ushtrimi, spari, identifikimi i bindjeve, sepse tash kam ju tregu diçka që e ka zbulu neuroshkenca tek, domethënë për bindjet, për njerin, për trunin ton, në retreat momentet që vërtet më bojnë edhe mu me qajt është kur njerëzit me vite kanë besu një diçka dhe e lshojnë aty. E lshojnë sepse na e bojmë fizikisht, e bojmë me lëvizje aty brenda. E për këtë arsye seminaret, kurset, retreatet e kanë fuqinë e vet. E kanë fuqinë e vet. Dhe i sheh njerëzit duke e ndryshu live, duke e ndryshu, domethënë drejt për drejt aty, bindjen që ndoshta e ka majt 40 vjet, 30 vjet, ndoshta edhe më shumë. Edhe e identifikon, e din të vetja vet, unë e pas kam këtë bindje, dhe pastaj me një ushtrim, me një lëvizje që na bëjmë aty me grupin bashk, krijohen disa grupe dhe pastaj fillon puna dhe është një prej ushtrimeve më të fuqishme për me ndryshu bindjet. Ushtrimi që e kam përdorur edhe unë vet, edhe ja kam sjellë edhe njerëzve tjerë.